Ndër vite në Vlorë, aksionet e pastrimit të kanaleve kulluese kanë qenë gjithmonë të pjesshme. Në sinën e vjeshtës dhe të dimrit, kur edhe ka shumëshira e përjedhoi rrezik të shtuar për përmbytje, institucionet lokale dhe ato qendrore kujtohen për të kryer aksionet e pastrimit në kanalet kulluese të qytetit. Por këto aksione, siç konfirmojnë edhe vetë banorët e zonave në qytetin e Vlorës, të cilët kanë shtëpit pranë kanaleve kulluese, nuk u shkohet asnjëherë deri në fund. Imazhi i qartë i kësaj situate është edhe një aksion i pastrimit që po kryhet prej disa ditësh në një prej kanaleve kulluese kryesore të qytetit. Banorët e lagjes Kushtrimi thonë se edhe kjo punë e kryer nuk është zgjidhja përfundimtare e nuk do të sjellë asgjë të re. Sipas banorëve, zgjidhja e problemeve të mbartura ndër vite dhe dekada është vetëm rehabilitimi i plotë i kanaleve kulluese. Ky kishte një 2 vjetë, 3 që ishte pastruar, po tani u pastruar fundit herë. Është bërë ndërhyrje disa herë, por në këtë formë është një pastrim kot, sepse ai kallami nuk një kufi prishë sa herë prishti, aq herë më shumë zhvillohet. Neve me forcat tona gjithë sipërfaqe këtej e ke përballuar duke me e tharë me herbicid, një lloj helmi që përdoren atë, dhe pastron të formë. Tani përmban shiko, ajo ka ujëra të bardha, po ka dhe ujëra të zeza, të pista, sepse nxjerrin banjat me kanale. Shikojmë dhe Beturina, ku shëndot? Tani Beturina, shiko tani, e para njerë që neve jemi njerëz të pandërgjeshëm. Ne duam një policë për kokë, jo për dere. Sepse, shiko që jatë kanë 3 atë kosha për plera, dhe vim deri aty edhe i vërvisëm, nuk i vërvisëm në koshë, po në kazan, si mu i quajmë në ndryshe, po i hedhin në shesh. Çfarë zgjidhje përfundimtare mund t'i jepi? Zgjidhja më e mirë është kjo veshja. Në 2 kratë, si që është bërë ati lartë e pallati. Ai që bëri pallatin këtu lartë, 300 metra më lartë, e kishë në plan në program dhe e bëri me skarpatit e mineve beton, andej dhe këtej dhe u hodhin ai plak sipër, me mira. Ose ta shtrosh si lana e Tiranës, për shumë, e shtron poshtë, e shtron 2 anët, edhe pislëqet nuk mbeten. Se duke patër disnivel kanali këtu, ai do me thënë detyrimisht i mban, ja si pushon ai aty, vinë ato dhe mbeten. Po thuaj se diskutohet si një degë e vjorsë, si themi neve. Ky kanal përmbledh po thuaj se ja 5-6 lagje. Dhe të gjitha ujëra do me thënë të këtyre 5 lagjeve, të 6 lagjeve vinë dhe kalojnë këteja. Ky ka probleme shumë, se ka muskonjën, ka aerën, ka do me thënë tipon, dizanterin, tuberkulozin, i shkakton të gjitha llojet e sëmundjeve. Ky po ka kaluar ja disa herë, pastruan, po tash problemet mirë është që të mbyllet, edhe për meqenëse është hyrje qytetit, tash kanë arritur kohët, që ta thuash, pak më moderne, edhe çdo gjë. Edhe Beturina, shëndot. Po, tani çdo gjë duhet të stabilizohet, të rregullohet, të ikim edhe në si Evropa. Jo të ngelemi gjithmonë në kështu në këtë gjendje. Me shi ta e filluan këtu, po na i lanë kështu. Nisë si hoqën, po me shi punë e tyre djetë, që u ka morë në shallit me qenë që e filluan, ta kështu të shkonë. Vjetë, pas i vjetë se di. Po na i lanë kështu, po. Si e kanë në? Po shkonë i hoqën, to e i lanë kështu që nuk rrike të një leturë, po. E çfarë sjell kjo? Sjell gjërat këqija, sjell ujtë në mënyrë. Po sipu të lanë një. Çfarë zgjidhje duhet t'i japin këtij kanali që të shpëtoni dhe ju banorët e kësaj zone? O zgjedhje, ku bënë zgjedhje donë ta shtrojmë me paka, ta mujojnë ajo zgjedhje. Shikojmë dhe shumë Beturina, kush i hedh po Beturina? Beturinën vinë që lartë, po më dhe kanë koshët jetë, që lartë, pa që i ka dhe popullë, jo bërna kanal tjetër, ku jedë më ne, po i marën qënë me qëra. Prej kanalit banorët thonë se erërat e pakëndshme që vinë prej tij janë të padurueshme.
Nga ana tjetër, sipas banorëve, për shkak të ndotjes masive, kanalet janë kthyer në burim infeksionesh dhe sëmundjesh për të gjithë. Problemi janë edhe insektet e shumta, të cilat veçanërisht gjatë sezonit të verës kthehen në një shqetësim potencial të vërtet për ta. Ju banor që jetoni këtu afër, çfarë probleme sjell për ju? Probleme të era që ka shpesh herë, sidomos në verë dhe mushkonja. Mushkonja na sulmojnë sa duaç. Na hap shumë problem për të ushtrirë tutje. Ne kemi bërë këto urat vetë, e kupton, primitive, ndonjëherë do i heqin ata, le t'i heqin, po ta bëjnë kanalin. Është i domosdoshëm për mua, sidomos higienik. Mirë ne plejt, domethënë hajde kaluam jetën edhe na mojë, po këtu do vi Brazili, kemi fëmijë që tani ata infektohen. Vera është e vështirë, ne rrim me sita ato dritaret dhe nuk i hapi ditë natë, sepse i hape gjej vend na mushkonjat. Se fillon një spërkatje vjetë, po kjo një si shkencërisht që larva zhvillohet në Mars. Ata e zhvilluar në gusht, atëre kur larva i kanë nxjerrë edhe ato të tjera dhe zhvilluar kaq. Ju e keni të vështirë të jetoni pranë ti? Të vështirë kemi shumë vështirë. Mirë është, po patën mundësi, do më thënë që të vi të mbyllet është sa më mirë është të mbyllet, me që është dhe i qytetit, të tregon kulturën, tregon do me thënë jetesën, kur është pastruar. Mund të ketë ka në një javë që është pastruar. Ka në një javë. Ju jetoni pranë kanalit, çfarë probleme ju sjell këtu? Ne këtu probleme sjell çdo gjë, po. Do mulor, po. Ata e Aroma, din. mushkonjat. Po do fillojnë që mushkonjat këtu. Po vjetë i bën, veçau që bën me ilaç. Një javë i bën. Aksioni për pastrimin e kanalit Kullues prej disa ditësh është ndërprer dhe nuk po vazhdon. Kujtojmë që ky është kanali që më 4 tetor të 2024-s përmbyti të gjithë qytetin e Vlorës, i cili vjen nga zona mbi spital në lagjen 15 tetori e përshkon disa lagje të qytetit për të derdhur më pas në hidrovorin kryesor.